Klinika e re emergjente që parashikohet të ndërtohet brenda 4 vjetëve është një projekt i ideuar deri në detaje për plotësimin e nevojave të pacientëve. Departamenti për goditje trunore, Departamenti për djegje dhe AI toksikologjisë janë vetëm disa nga shërbimet e nevojshme që kjo klinik do i posedoj që klinika emergjente e tanishme nuk i përmban. Ndërsa më rëndësishmja është autoambulanca ajrore, cila do të mundsoj bartjen e pacientëve në nevojë dhe jashtë Kosovës. Ky projekt të cilin ka kontribuar mjaft shumë drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani quan mision të tij të parë për shtetin dhe qytetarët e Kosovës. Pa diagnostik të mirëfillt nuk mund të kemi trajtim të smurëve të cilët do të kërkojnë brenda minutave të ardhshme. Duke filluar nga autoambulanca ajrore deri në themelet e kësaj klinike është planifikuar që shërbimet emergjente të jepen shpejt dhe të jenë shërbime cilësore. Ne kemi planifikuar, dhe kemi dizajnuar projektin ideor të ambulancës ajrore, e cila është një komponente e rëndësishme për shërbime emergjente mjekësore. Faik Hoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë, tregon për investimet në këtë klinikë që pritet të jetë një ndër projektet më të mëdha të Ministrisë së Shëndetësisë. Ata që do të përfitojnë më shumë nga krejt ky investim, nga ky krejt projekt i përbashkët do të jenë qytetarët që do të marrin shërbime të kujdesit emergjent shumë më të mira dhe në kushte sigurisht larg më të mira se sa që i marrin tani. Tenderin për ndërtimin e klinikës së re emergjente ka fituar kompania ndërtuese Altrade, ku 8 milion euro është ndarë shuma për ndërtimin e saj.